Rusia si shtet ka disa interesa strategjike që janë prioritare dhe dytësore. Në interesa strategjike prioritare janë natyrisht Ukraina, Azia Mesme, Azia Qendrore edhe vendet Balltike, po manena kur zjarrohet rrethi e shikon që në interesat dytësore, tretësore të Rusisë, mesin shtete si Serbia, Maqedonia, Malizi, e ndërtohet dhe ne. Edhe pavarësisht se në këtë vend nuk flitet fare, këtu ka një politikë konsekuente ruse, që shtrihet në gjitha fushat, edhe ka vazhdu pa ndërpremje, të sa vite, edhe që punohet me intensitetin më të madh për blerjen e aseteve strategjike nëpërmjet partnerëve dorë shtrejt, Zvicran, tjetri, për influencën kulturore që këtu është jashtëzakonisht e madhe, ose nëpërmjet njerëzve të edukuar, të themi në Rusi ose më pas, të lidhjeve ekonomike kriminale, që këtu janë të theksuara, të lidhjeve të interesave, të themi, edhe ideologjike e strukturore e tjera. Shteti shqiptar është një shtet që nuk rrezikohet nga Shtetet e Bashkuara, por rreziku i vërtetë do t'i vijë nga kërkesa dhe nga lista e kërkesave që do të paraqes presidenti rus. Në varësi të kërkesave tia, do të vendosen edhe disa gjëra tjera që për ne mund të jenë etike, shumë të rëndësishme, për tjerët më pak të rëndësishme. Prandaj na mund të përfundojmë që në aspektet caktuara do të ketë negociata, marrëveshje, ka shtete që janë të hapura për të dy palët, për një palë, ka shtete që janë të mbyllura e tjerat. Por kur je një shtet i madh si Shtetet e Bashkuara dhe ke interesa jetike, ato interesa jetike mesin jetike. Ne vehim të interesat jetike të Shtetet e Bashkuara? Po, në vartësi, shiko, Shqipëria është një shtet që ka vartësit shumë fishta. Në lidhje me anën strategjike, ushtarake dhe politike, ne jemi jo vetëm një partner i Shteteve të Bashkuara, por jemi një shtet që kemi nënshkruar marrëveshje të cilat besoj zoti ministër i din më mirë se shumë të tjerë, që shpesh edhe nuk janë të njohur aq mirë, që i kthejnë Shtetet e Bashkuara në garantuesin edhe të ekzistencës të shtetit. Në lidhje me ligjshmërinë edhe me anën ekonomike, pyetja që ju i drejtuat zotit Crawford nuk ishte e duhura. Shtetet e Bashkuara kanë përsipër këtë, por vendet që janë më afër janë supozuar që të jenë garantues të themi të lidhjeve të mirëfillta ekonomike, të ligjshmërisë edhe të strukturave të themi të shoqërisë edhe me gjërë. Vende që kanë bënë si Gjermania, Italia, por edhe Greqia në bazë të influencës që ka. Ishte direkte, sa janë investime direkte amerikane, nuk ishte lidhje me... Për atë sa ka interesa jetike Shtetet e Bashkuara në këtë vend, edhe interesat janë jetike, vetëm të mendosh kërkesat për inspektime që bën rusët, nevojën për rrugën e kombit, investimin e jashtëzakonshëm që Shtetet e Bashkuara kanë bënë në Kosovë, në Shqipëri e tjerë, jo vetëm me reformën, sa po diskutonim për blindat që erdhen, për mbështetjen për ushtrinë shqiptare e tjera, janë gjëra që njerëzit nuk i shohin, ndoshta nuk i dinë mirë, po duhet me ditë që ka një interes të vazhdueshëm. Ky është një vend që për aq sa ka peshë, ka vlerë shumë të madhe për në lojën strategjike në mes.